këto shenja mund të zbulojnë një të vërtetë që i ndryshon gjithçka. Ndonjëherë nuk është ajo që ndodh, por ajo që kupton. Ka momente kur një e vërtetë del në sipërfaqe dhe nuk mund ta injorosh më. Nuk është gjithmonë e re. Shpesh ka qenë aty gjithë kohën, por ti nuk e ke parë. Kjo video nuk është për të gjithë. Është për ata që janë gati të përballen me diçka reale. Sepse një e vërtetë mund të ndryshojë gjithçka. Gaforia. Kjo periudhë të vendos përballë një momenti ku një e vërtetë që lidhet me një person të afërt mund të dalë në pa. Nuk është diçka që ndodh papritur, por diçka që ka qenë aty për një kohë dhe tani bëhet e qartë. Një reagim, një fjalë ose një sjellje mund të bëjë të kuptosh se situata nuk është ashtu si e kishe menduar. Nëse përpiqesh ta injorosh, mund të mbetesh në të njëjtin vend pa ndryshim. Nëse e përballon dhe e analizon me qetësi, mund të kuptosh që kjo e vërtet të jep një mundësi për të ndryshuar një drejtim që nuk ishte i duhuri për ty dhe për të krijuar një qartësi më të madhe për vazhdimin. Peshqit. Një situatë që lidhet me ndjenjat mund të çojë drejt një kuptimi që nuk e kishe marrë parasysh më parë. Një ndjesi që ke pasur për një kohë mund të fillojë të bëhet më e fortë dhe të tregojë se diçka nuk është ashtu si duket në sipërfaqe. Një e vërtetë mund të dalë në një mënyrë të qetë, por ndikimi i saj është i madh. Nëse e injoron këtë moment, mund të vazhdosh në një drejtim që nuk të sjell qartësi. Nëse ndalon dhe e analizon me kujdes, mund të kuptosh që kjo është një mundësi për të parë më qartë atë që po ndodh dhe për të marrë një vendim që të çon drejt një drejtimi më të sinqert për veten. Virgjëresha. Një detaj që në fillim duket i vogël mund të çojë drejt një kuptimi që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë. Një informacion ose një zhvillim i papritur mund të bëjë të kuptosh se diçka nuk është siç e kishe menduar. Nuk është një zbulim i menjëhershëm, por një proces ku pjesët fillojnë të lidhen dhe të japin një pamje më të qartë. Nëse e injoron këtë moment dhe vazhdon njësoj, mund të mbetesh në një situatë që nuk është e plotë. Nëse ndalon dhe e analizon me kujdes, mund të kuptosh që kjo e vërtet të ndihmon të bësh një ndryshim që të çon drejt një drejtimi më të saktë për ty. Akrepi. Një situatë që lidhet me një informacion të fshehur mund të çojë drejt një momenti ku një e vërtet del në sipërfaqe. Nuk është diçka që të vjen si surprizë totale, por diçka që e ke ndjerë dhe tani merr formë të qartë. Një reagim ose një detaj mund të bëjë të kuptosh se situata është më komplekse nga sa dukej. Nëse përpiqesh ta kontrollosh menjëherë, mund të krijosh tension të panevojshëm. Nëse ndalon dhe e analizon me qetësi, mund të kuptosh që kjo e vërtet është një mundësi për të marrë një vendim më të fortë dhe për të ndryshuar një drejtim që nuk ishte i duhuri për ty. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zbulim nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.